u desh hiç më shumë e hiç më pak se sa një dasmë në Rom, në vilën madhështore Mjani, që të plas bomba më e re, më e fundit dhe më eksplozive në showbizin shqiptar. Nisi sezoni i ri televiziv, asnjë lajm. U desh një sherr virtual midis Eva Murati dhe çiftit Genar Topalli dhe Cindy Marina, që titujt të jenë bombastik. Klikimet të rriten në maksimum dhe se cili nga ne që punojmë në industrinë e showbizit të japim një mendim për këtë dasmë. Në fakt, dasma shkoi për mrekulli. Në fakt, edhe lidhja ka shkuar për mrekulli, kemi parë vetëm foto të qeta e të përqafura midis në kohën kur ishin bashkë djali Josefina Topallit dhe Eva Muratit. Kanë qenë foto të qeta, foto që janë pasqyruar në portal, më pas në rrjetet sociale, më pas ndodhi ndarja, më pas asnjë konflikt, asnjë shenjë nga të dyja palët, deri në momentin kur Eva Murati shpërtheu, jo me një status të dedikuar, por duke i kthyer komentin një personi që ajo hedh dyshime që është djali Josefina Topallit, ai që komenton nga një adresë falso. Njëkohësisht duhet thënë se edhe me Cindy Marina nuk ka patur një konflikt publik, ka shkuar çdo gjë për mrekulli, por me sa duket tingujt e dasmës, kërcimi, naploni, atmosfera, bëri të dalë mbi tokë ajo që ishte e nëndheshme. Ndoshta një pakënaqësi që mund ta ketë çdo njeri, por çdo gjë u mbulua me një shprehje e cila bëri shumë të diskutohej. Pak a shumë Eva Murati komentin e saj thonte që unë nuk dua që të jem një person i cili urrehet të mallkohet me vdekje nga gjithë ndjekësit, sepse jam duke shpenzuar lek të fondeve publike, duke hedhur dyshime mbi burimin e të ardhurve nga ku u bë dhe kjo dasëm. Sipas saj, më njëherë tani fonde publike aty nuk është se nëna apo babai i Sindit Marinës kanë punuar në një postë të lartë shtetëror, e vetmja që mund t'i drejtohen akuzat në këtë moment është Josefina Topalli, që ka pasur poste të larta në qeveri edhe në Partinë Demokratike, deri në kryetare parlamenti edhe ministre më the të thash. Por, tani lind edhe pyetja, në qoftë se do kishe ngelur në një nivel batutash apo lëshimi helmi mes një vajze që ka qenë eksi dhe çifti që më martohen kandidatet e tyre të lumtur, do justifikohej, por fakti që ka kaluar edhe duket sikur Eva Murati në një moment është bërë pjesë e BKH-s apo e SPAK-ut dhe komenton të ardhurat apo pasuritë e bëra në mënyrë të dyshim sipas saj nga zonja Topalli, atëherë gjëja bëhet paksa më serioze dhe i kalon limitet e pickimit, por bëhet një provokim i mirëfillt. Hajde ta komentojmë pak këtë. Në qoftë se Eva ka patur pikërisht këtë mendim për sa i përket të ardhurave publike apo fondeve që mund të shpërdoren nga një politikan, unë kam përshtypjen sepse me guximin që tregon që ka apo me pjekurinë e saj, ndoshta e ka bërë të ditur edhe gjatë kohës që ka qenë e lidhur apo në atë familje, duam të dimin çik më shumë. Kjo Eva kur ka qenë pjesë në thojza apo afër kësaj familje, ka patur konflikte me bashkëshortin që mendoi që nëna jote ka përfituar nga fondet publike, andaj këte ju po hani këto fonde, ndoshta kjo dreka që ne po hajmë këto pushimet, kjo dhurata sado e vogël vjen nga këto fonde publike, prandaj unë nuk dua ose do ta mendoj mirë këtë punë në gjëra tilla si këto, apo fondet publike dolen në dritë për Evën dhe u bën shqetësuese në momentin kur ajo pa dasmën, pa ceremonin, pa madhështinë e Vila Mjani, që është një nga vilat, duhet thënë, më të shtrenjta ku bëhen ceremonitë martësore në Rom, është le të themi të bësh dasmën aty është një lloj sikur ta bësh pak a shumë në Four Seasons në Firenze, që është një nga hotelet më të promovuar, apo në Taormina, një nga hotelet më të promovuara të shtetit fshinj në Itali. Pra ç'ishte kjo llogari që bëhet në emër të xhepave të shqiptarëve? Pse komentit i përgjigjesh pikërisht me këto terma? Pse inatin e ke tek xhepi tjetrit? Mos di ndonjë gjë që do ta shtosh, Eva? Mos do bësh ndonjë denoncim në SPAK? Mos po bën gati ti ndonjë denoncim? Edhe do hynë histori që eksi denoncon vjerrën sepse të gjëra tilla si këto? Mendoj që do ishte më udhës që përgjigja të mbetej ndaj djalit dhe jo ndaj pasurisë së djalit apo të mirëqenies së djalit apo të ardhurave të familjes së djalit. Për mendimin tim, ky është mendimi im modest dhe pikërisht pse është modest, nuk më shfaq në asnjë media tjetër, por në median time në YouTube. Më pas erdhi një tërheqje pas e Eva Muratit që tha jam nxituar. E kuptoj gabimin sepse mes shumë komenteve e kuptoj që doli në një dritë të gabuar sepse
pavarësisht, vetëm fakti që është martuar para pak ditësh, çfarë do lloj komenti, unë po jap të drejtën 100% Eva Muratit, fakti që komentoi pak ditë, pak orë mbas zhvillimit të dasmës, mbas kulmit të kënaqësisë së atij çifti, ajo doli pak në dritë të keqe nga komentuesit, sepse lexova disa prej komenteve në portalet kryesore, sepse mori atë pozicionin e inatçie që nuk ka pse të jetë inatçie Eva Murati. Tani unë nuk kam peshore këtu për të parë se sa e ka dashur, e sa ka qenë në ëndrat, e sa ja pikërisht ky djali Jozefinës për qenë princi i kaltër edhe o ky Orashov di që tani iku ky dhe ka një natë madh, sepse unë shikoj lifestyle-in e Evës dhe Eva është në hotelet më të mira, në tapetin e kuq Venecias, është e veshur mirë, ka shumë ndjekës, ka shumë klikime, ka dalë në mediat jo vetëm shqiptare, po edhe ndërkombëtare, kështu që pikërisht ishte një pikë shkëlqimi, ishte një moment, Eva ishte një moment që nuk më rruhet, do thënë jam këtu, edhe i shikoj gjërat nga lart. Edhe nuk e di pse, pati një moment dobësie, që ndodhi kjo që ndodhi. Ndodhi dhe nga këtu, okej, në sytë e mi nuk ka asgjë keq, u bë njerëzore, edhe këto janë gjëra që i bën çdo njeri. Nga i nati fillon përmend ti ke gjetë lekë tu, ke bërë këtu unë di këtë për ty kështu thon, për ty kështu thon për atë. Por e kam çështën tek niveli. Kur arrin një far niveli, ku çdo qoftë nga ne, kam përshtypjen se kthimi mbrapa duhet bërë me shumë elegancë, edhe për të nxjerrë një natë ose për të hedhur një helm, ose gjëja më e mirë për mendimin tim do ishte mos kokçarja edhe vazhdimi përpara, sepse dha vëmendje një momenti shumë intim. I dha vëmendje, por nga ana tjetër e bëri dhe pis një dasmë të personave të caktuar. Tani hajde ta analizojmë sa keq i ka ardhur Evës për lekët e shqiptarëve. I erdhi keq për lekët e shqiptarëve, ky ishte pranë kësaj familje që ajo dyshon që kanë lënë lek nga fondet publike në mënyrë të padrejtë, apo Eva Murati njihet se ka denoncuar Eva Murati për shembull njerëz të tjerë, drejtor doganash, drejtor tatimesh, politikan, njerëz të biznesit që kanë përfituar fonde publike, ka bërë denoncime të mëdha për këto fonde publike shpërdorohen në emra të përveçëm, në emra të përgjithshëm. Pra, Eva e ka për herë të parë këtë, që bëhet njësh me popullin për të kërkuar paratë e popullin në xhepat e politikanëve, rasti konkret Josefina Topallit, apo e ka bërë dhe herë të tjera. Nëse ajo do i kishte bërë dhe herë të tjera, Kapele, vazhdo, ti e ke mision, je gazetare, merresh dhe me këtë pjesë. Ti nuk don që lekët e popullit në mënyrë indirekte, në mënyrë të padrejtë, në mënyrë të paligjshme, të shpenzohen në mënyrë të egër nga politikanët shqiptar apo për familjarët e tyre. Këtu të heq Kapelen nëse ke bërë denoncime të shpeshta për këtë, qoftë të majtas, qoftë djathtas, qoftë të qendrës, kudo qofshin, të heq Kapelen. Por nëse ke për herë të parë këtë denoncim, atëherë kjo ti ngëllon pak keq dhe bie erë që e ke bërë nga inati, e treguar një Evë vogël inatçie. Pikërisht, që s'ka prapa zë të keqe, është njerëzore, pikërisht disa orë, disa ditë pasi eksi yt i famshëm, që ke bërë ti të famshëm, duhet thonë drejtë, se ne nuk e njihnim, e njihemi si emër që Josefina Topalli ka djalin e vajzën, por partnerja, në këtë rast Eva, që ishte shumë më e famshme se sa ai, e ka bërë shumë të famshëm. Kështu që kjo është një histori inatçie, apo është një histori denoncimi, ku një prezantues e njohur me 1 milion e sa ndjekës ka filluar të bëjë një reagim qytetar publik të ndjerë social dhe i thot mjaft korrupsionit nga politikanët e lartë. Dyshoj shumë